Mirë, do të flasim në këtë momente për një tjetër zhvillim. Sot në agjendën e punimeve të parlamentit është edhe ligji për qeverisin elektronike që synon kthimin e akshit në një shoqëri aksionere, një nismë që është propozuar dhe është nga mazhoranca dhe është paraprirë nga debatet forta në fakt në komisionet parlamentare. Unë kam në një lidhje direkte në këto momente me deputetin Genç Strazimiri, i cili e ka kundërshtuar ashpër këtë projekt ligj. Zoti Strazimiri, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Strazimiri, si mendoni cili është qëllimi vërtet i kësaj nisme të propozuar nga Partia Socialiste sipas jush dhe çfarë do të sjellë në administrimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit? Po, sipas propozuesve, cilët nuk dinin të sqaronin, nuk e përgjigjen dot pyetjeve në Komisionin e Ligjeve të paktën, bëhet fjalë për ndryshimin dhe përmirësimin e arkitekturës dhe të strategjisë së zhvillimit të mënyrës se si funksionon akshi. Në një kohë që paraqesin 4-5 ndryshime të vogla ligjore në një ligj shumë kompleks dhe shumë teknik, çështje presjesh apo dhe por ose shtojnë një gjysmë fjalie në një nen, transferojnë një paragraf në një paragraf tjetër. E gjitha kjo në një situatë kur akshi është me urdhër gjykate i konsideruar i pandehur si organizatë kriminale dhe me urdhër gjykate është urdhëruar SPAK-u që të hetojë për veprimtari të një organi të strukturuar kriminal që vepron në aksh. Kështu që mendoj që është e pakta të themi që është një tallje me opinionin publik, është kulmi i një skandali të përfshirë që ka përfshirë gjithë qeverisë, sepse akshi është totalisht në varësi të kryeministit, as kujt tjetër, nuk ka asnjë mekanizëm kontrolli, as nga parlamenti dhe as nga ndonjë tjetër ministri, është thjesht është lidhje direkte e kryeministit të vendit me diellën dhe me të gjitha këto sa tham. Domethënë, nëse bëhet fjalë për grup të strukturuar kriminal, në krye të tij është kryeministri i vendit me ligj de facto dhe de jure. Nga kjo pikpamje mendoj që nuk sjell asnjë gjë të re. Në momentin kur zëvendës kryeministri e vendit po hetohet gjithashtu për grup të strukturuar kriminal. Çdo strukturë tjetër që është dhe në kryeministrin e vendit po ashtu për grup të strukturuar kriminal, këtu unë nuk mendoj se bëhet fjalë për ndryshime të vogla ligjore, nuk mendoj se bëhet fjalë se çështja zgjidhet duke zumusuar në një mënyrë apo një tjetër me fjalë fakt pa kuptimta dhe krejtësisht të përgjithshme, koncepte krejtësisht përgjithshme ligjore. Ktu çështja është dhe aty duhet të zgjidhet duke i hapur rrugë drejtësisë, të hapi petët e lakrorit dhe të hapi pak ato dyert dhe dritaret e një godine të cilën totalisht hermetike, siç është ajo e kryeministrisë, mund të futet pak oksigjen atje dhe të shikojmë se ç'ndodh me parat tona. Përse gjithmonë nuk ka lek kur kemi ne nevojë dhe gjithmonë ka para kur ai do të ndërtojë, do të blejë një avion privat, do të ndërtojë një kopsht Edeni apo do të shpenzojë në mënyra të ndryshme parat tona. Zoti Strazimiri, keni informacione se cila kompani mund të jetë piketuar për që bashkë aksionere e akshit? Po u tha aty në komision të ligjeve, u tha, nuk e kundërshtoj asnjë, as nga qeveria dhe as nga mazhoranca, se që kanë gjetur një izraelit i cili është interesuar për këtë punë, pas ka dalë emri i tij. Do thotë që si çdo ndryshim tjetër ligjor, dhe ky është ndryshim klientelist, është një mënyrë për ta pasur përsëri në dorë gysi akshin, është që kishte në 100% të rasteve, kur e merrte një tender që bënte 2 milionë euro, e bënte 4 milionë euro, para apo pasi kishte pirë shishen me 33.000 euro të verës, ajo pak rëndësi ka. Kështu që bëhet fjalë për ato që sekrete publike, na vjedhin haptazin e dim dhe askush nuk lëviz përveç opozitës politike. Pak ditë më parë, kryeministri Rama prezantoi edhe zëvendësin e zonjës Karçanaj dhe në fakt në deklaratën e tij tha se ndjej i keqardhur për të. Çfarë do të thotë kjo deklaratë? Po ka bërë më shumë se kaq. Zoti kryeministri i vendit ka bërë më shumë se kaq. Ka marrë në mbrojtje zëvendës kryeministrën, e cila domethënë veç të tjerë përveç vjedhjes së 1.1 miliard eurove, tashmë kërkohet të arrestohet për shkak se ka kryer vepra të tjera penale gjatë atyre 2 javëve, 3 javëve, nga marrja e pandehur deri ditën kur kërkua arresti i saj. Ajo ka intimiduar dëshmitarët, siç i takon fiks një kreu të një strukture mafioze. Ajo ka tentuar të prish provat, ajo ka tentuar të pengojë drejtësinë. Të njëjtën gjë ka bërë publikisht kryeministri i vendit, kur i ka dalë për zot, duke kërcënuar gjyqtarët dhe prokurorët.
Dhe duke e kthyer çështjen Balluku siç shpritej, jo më në një rast nga ato që hanin darda mbas shpine, po pas kanë dardat i pas kanë ngrënë së bashku me kryeministin, siç delte nga provat që ka realisht SPAK-u në dosje dhe që do të duaj një herë në mirë të shikojë me rrënjë kjo punë. Ai ka dalë dhe ka thënë nuk ja heqim imunitetin Belinda Ballukut, përkundër se ta shohim pak të bëjmë ca ndryshime ligjore që të shohim se kush janë këta prokurorë që guxojnë të vinë deri tek paradhoma e kryeministrit. Kështu që mendoj që jemi në një situatë të tillë ku po asistojmë praktikisht në vdekjen e kontrolluar të SPAK-ut. Mbas kësaj, mbas këtij lloji qëndrimi që ka marrë qeveria ndaj SPAK-ut, ndaj një personi të kapur në flagrant, siç u thash, siç është Belinda Balluku, mesazhet janë publike, nuk mundet dot më të konsiderohet se mund të bashkëjetojnë bashkë kjo qeveri dhe kjo drejtësi. Bashkëjetesa me disa këtyre do të ishte një perversitet, domethënë mafioze. Ndërkohë që për të qëndruar tek zonja Kaçanaj, për cilën edhe foli kryeministri, duke thënë se edhe se nuk është në dieni të këtyre kompanive që kanë përfituar tendera, ndërkohë që MTA i shtoi se do t'ja lëm drejtësisë në dorë, por që e bërit pafajshme në gjykimin e tij zonjën Kaçanaj. Si e shpjegoni mbrojtjen që kryeministri bën një çështje kaq delikate? Po ju vazhdoni të ktheheni tek zonja Kaçanaj në një kohë kur unë po ju themi kanë kapur zëvendësen. Largohet Edi Rama, sot gjithë Gaza, t'ju jap lajmin unë. Sot e gjithë Gaza pret me padurim, se çdo të thotë Edi Rama, sot do vendos paqen në Gaza Edi Rama nga Washington DC. Ndërkohë që Edi Rama nuk është këtu, firma i ka kaluar Belinda Ballukut, e cila është e pandehur se na vjedh. Sa herë vë një firmë na vjedh. Është më e rëndë se Mirlinda Kaçanaj, këto janë të tëra Mirlinda, kanë kapur një lind, një Belind, së bashku me atë lindën që ka në shtëpi. Kjo është një qeveri lindash, zeqinesh, quaje se të duash, ti që vetëm vjedhin në çdo sekond. Të tëra ky i mbron. Se përse duhet harruar Belinda dhe duhet merrem me Mirlindën, Belinda ka në hyjmin e saj bashkëpunon dhe urdhëron që të vjedhin disa 10 Mirlinda të tjera, se duhet merrem me Mirlinda Kaçanaj, e cila po ashtu është brenda, siç u thash, është grupi strukturuar kriminal në të dyja rastet. Edhe Belinda është në varësinë e Edi Ramës dhe Mirlinda është në varësinë e Edi Ramës. Me vendim gjykate, prokuroria është urdhëruar të hetojë për grup të strukturuar kriminal. Si çdo grup i strukturuar kriminal, sigurisht ka një kokë. Koka në të dyja rastet është kryeministri i vendit. Se cili është dallimi midis njërës lind dhe tjetrës lind, Belindës apo Mirlindës, ju a thash dhe njerë, i mbron të tëra sepse pas tyre është ai dhe askush tjetër. Po për rolin e biznesmenit Agasi, çfarë mund të themi? Kryeministri Rama tha gjithashtu se nuk kishte dieni për lidhje dhe përfshirjen e tij në tendrat e akshit. Gënjem. Ergys Agasi, ju e dini, është fakt publik. Ergys Agasi është drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Qarkun Durrës dhe ka disa zgjedhje që është kjo histori. Ka qenë përpara ky drejtori i Keshit, Atçela, dhe është zëvendësuar me Ergys Agasin. Akoma sot që flasim nuk ka një akt partijak, as ja ka kërkuar njëri Edi Ramës, ta pyesi. Ai ka 2 muaj e ca që është në kërkim nga drejtësia, vazhdon të jetë drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Qarkun Durrës, vazhdon të jetë ai që drejton fushatën, që bën listën e deputetëve, që koordinon veprimtarinë e deputetëve, vazhdon të jetë ai autori i rezultatit që ke marrë në zgjedhjet e 11 majit, të vitit 2025, askush nuk ja bën këtë pyetje Edi Ramës. Edi Rama e di shumë mirë kush është Ergys Agasi, Edi Rama ka bashkëpunuar me Ergys Agasin, me Ergys Agasi gjithçka ka bërë, tek ajo zyra ku është filmuar, provat cilës i ka SPAK-u, i ka me licencën e Edi Ramës. Sa do ta ekspozojnë këto video dhe këto audio që i disponon aktualisht SPAK-u? Sa ekspozojnë Agasin dhe lidhjet mes tyre? Po unë mendoj që SPAK-u duhet të vazhdoj punën. Nëse SPAK-u, siç u thash edhe një herë, shqetësimi im është që ne po asistojmë në vdekjen e asistuar të SPAK-ut. Nëse SPAK-u nuk arrin dot t'i vërë hekurat Belinda Ballukut, për mendimin tim SPAK-u, domethënë, po përjeton eutanazinë e tij. Dhe në mbikëqyrjen e paqme të turpit diplomatik në Shqipëri, jo të trupit diplomatik më në Shqipëri. Sepse, siç u thash edhe një herë, SPAK-u vetëm argument që kishte ndaj personave si puna ime që gjithmonë kanë vënë pikpyetje tek funksionimi i tij në bazë të ligjit, ka qenë shikoj se këtu hyn e dalin ambasadorët e duan shumë. Ambasadorët sot nuk po flasin. Ambasadorët po asistojnë në vrasjen e SPAK-ut. Të dyja bashkë janë dy struktura
Janë dy struktura, qeveria shqiptare dhe SPAK-u sot janë dy struktura të cilat për shkak të refuzimit të kryeministit për të zbatuar ligjin dhe zakonin e mirë të parlamentit në to 35 vite, nuk mund të bashkëtojnë. Njëra prej tyre duhet marrë fund. Në qoftë se e kalon këtë Belinda Balluku dhe Edi Rama, në qoftë se e kalon këtë qeveria, atëherë nuk ka më SPAK. Zoti Strazimiri, pak më herë në ndoqëm një material për sa i përket qeverisjes digjitale, cila në fakt bëhet në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, por sa mendoni se do të jetë kjo në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian? Sa do të arrihet? Nuk është. E thanë edhe propozuesi, që nuk merrte vesh se çfarë kishte propozuar, lexonte aty çfarë kishin shkruar, që kjo nuk ka lidhje me parafrimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian, nuk ka lidhje me aki komunotar, thjesht e bëjnë për t'i dhënë një impuls të ri. Janë to fjalë të përgjithshme që përdoren. Impulsi i ri është ai që i ergysa gazet. Ai që i bënte nga 2 milionë euro tenderin e bënte në 4 milionë euro, që ishte një fitues dhe vendoste një fitues tjetër, që në momentin kur ai që kishte paraqitur ofertën më të mirë, refuzonte të pranonte vendimin e organit të tenderues, merrnin dhe rrëmbej dhe çohin në qafë krabës atje, derisa të rriqeshin gjitha llojet e paditshme. Grupi strukturuar kriminal, të njëjtën gjë po vazhdojnë po bëjnë tani. Zoti Strazimiri, ka reagime apo shqetësime nga ndërkombëtarët, nga partnerët në lidhje me dosjen e Akshit? Krish Baun, kujtojmë që ishte në një vizitë tjetër në Tiranë. Shiko, ka sigurisht një shqetësim. Ju e pa dje, zoti McAllister, ata sigurisht nuk futen në çështje konkrete. Dje tha, për kufizimu të bukur nuk do gjeja. Rasti Belinda Ballukut, rasti dhe çështjet e korrupsionit që kanë prekur sferat më të larta të qeverisë janë test. Test për luftën kundër korrupsionit dhe funksionimit të një drejtësie të pavarur në këtë vend. Edhe sot në këtë non-paperin, draftin që ka paraqitur raporteri për Shqipërinë, të cilin edhe ju duhet ta keni, sigurisht që shqetësimi kryesor që ngrihet është pavarësia e gjyqësorit, nxitja dhe futja e duarve të ekzekutivit tek drejtësia në mënyrë që të shpëtojë ata që nuk janë sakrifikueshëm, ata që marrin me vete Edi Rama dhe të dorëzojnë ata të tjerë që janë sakrifikueshëm, si Erjon Velia, Ilir Beqa apo Arben Ahmetaj me shoh. Kështu që unë mendoj që jemi pikërisht në këtë pikë. A kemi vërtet që është të nuk bëhet më fjalë ma kemi drejtësi të pavarur apo s'kemi drejtësi të pavarur. Tu bëhet fjalë a kemi apo s'kemi drejtësi. A kemi një shtet ligjor në sot apo jo. Kartat janë hapur, gjithçka është në prerjen e Edi Ramës, e vetmja gjë që mungon është dhe që duhet bëjë SPAK-u, mendoj unë drejtësia, është që t'i vej pranga tani Edi Ramës për pengim të drejtësisë, dakord, dhe për shpërdorim të tyre. Zoti Strazimiri, edhe diçka të fundit, me ardhjen e zotit Afaj në krye të Akshit, a mendoni se do të reformohet Akshi dhe kryeministri Rama do të informohet për të gjitha tenderat dhe parat publike që përdoren aty? Po unë nuk besoj se cili për këtyre gysesh, nuk e njoh kush është ky Tafaj. Si e kishte emrin ndonjëherë? Igli Tafaj. Ky është Ergysi i radhës. Ergysi është në liri, Ergysi vazhdon të përcaktoj tenderat, Ergysi do të vazhdojë të përcaktoj tenderat, ashtu sikur se përcakton votën e qytetarëve të gjithë qarkut të Durrësit, ashtu sikur se mban lidhjet me bandat, ashtu sikur se e zhduk brenda natës, megjithëse e ruan policia një koleksion verash prej 1,5 milion eurosh. Tu është çështje mirëlindërash, ergysërash që në përzyra private shpenzojnë paret e vendit më të varfër të Evropës. Ku 46% e njerëzve nuk sigurojnë dot 3 vakte. E qartë. Zoti Strazimiri, ju përmendët pak raportin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, nëse keni diçka të fundit për shtuar një koment në lidhje me atë që ishte shkruar, cili është raporti i Bashkimit Evropian dhe ku ndodhet Shqipëria aktualisht? Nuk është raporti, është drafti që ka paraqitur reporteri, i cili do t'i kalojë komisionit të jashtëm, sigurisht do të ketë amendime dhe pastaj në fund fare do të miratohet, do të kthehet në raport nga Parlamenti Evropian mbasi të jetë miratuar. Ajo që vere me shumë kënaqësi është fakti që i ka vënë gishtin në plak të gjitha problematikave që ne kemi, që nga pavarësia gjyqësore, që nga lufta e pamjaftueshme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që nga lufta e pamjaftueshme kundër trafiqeve dhe çdo qelis tjetër të funksionimit të këtij shteti që nuk është më shtet, siç u thash, është kapluar nga një organizatë kriminale dhe këtë tashmë e keni edhe me vendim gjykate. Zoti Strazimiri, faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit ju.